Përshëndetje, doktor Artan Hibraj, Klinika Provizion. Sot ishte një ditë shumë e veçantë sepse sapo kemi kryer një operacion shumë të vështirë të një paciente 79 vjeç, e cila nuk mund të lëvizte dot pa ndihmën e familjarëve për shkak të humbjes së shikimit. Në fundit ishte formuar një katarakt, një perde shumë e avancuar, duke i humbur totalisht shikimin. Për më tepër, ajo ka vuajtur gjithë jetën nga një distrofi korneale që është një dëmtim i xhamit të syrit, dhe kjo e bënte operacionin e perdes me rrezik shumë të lartë. Para se të vinte në klinikën tonë, ajo ishte vizituar në disa klinika tjera, të cilat nuk e kishin marrë përsipër për operacionin për shkak të rrezikut të lartë, dhe ne jemi shumë të lumtur që ndihmojmë këtë paciente që të ketë një jetë normale. I vështirë nga që ti ke dëmtim shumë të madh të xhamit të syrit, edhe perde ishte shumë e vështirë. Megjithatë, ne bëm maksimumin dhe rëndësi ka që ti je mirë edhe shef për veten tënde, për ai sa do të. Patjetër. Po çikoj rrugën. Po bien dola një për desh më shtypi makinës. Tani do dalësh... Tani, me këto duart e tua ta, ma sa një, o zot.